A kanë arritur ta gjurmojnë, ta gjejnë të dyshuarin autoritetet, apo janë ende në kërkim të tij? Ose nëse ka më shumë të dyshuar për këtë rast? Realisht në videot që po qarkullojnë në internet është vetëm një person i cili shton me armë në një distancë prej 2 metrash, por duket se ka qenë një atentat nga një person jo profesionist, duke pas parasysh se në kriminologji në atë distancë të shkurtër, në shkrepjen e 7 fishekëve, me qenë se janë gjetur 8 gëzhoje aty, 4 prej tyre kanë përfunduar në trupin e viktimes. Doktori në fjalë ka arritur që në fakt të mbijetojë dhe ka marrë vetëm plagë të lehta dhe është jashtë rrezikut për jetë. Autorët akoma janë në kërkim. Dyshimet janë që përveç personit i cili ka shtënë me armë, ka qenë i përcjellur nga një person tjetër, sipas dëshmitarëve okular, me qenë se unë isha në vendin e ngjarjes gjatë pasditës aty rreth e përqark dhe me personat që folëm jashtë kameras, në thanë se personi i cili ka qenë jo i maskuar, por në fakt me një xhaketë, me një kapelë të madhe, vjeshte, ka qenë gjatë gjithë kohësh është sjellur vërtall dhe ka komunikuar me dikën në celular, që nënkupton se ai ka zënë pritën dhe ka qenë i parapërgatitur, duke ditur se viktima e tij po pin kafe në një nga lokalitetet afariste aty në qendër të Kumanovës. Në fakt është shumë pak metra nga sektori për punë të brendshme, por edhe godina e komunës aty në Kumanovë. Dhe a ka dyshime si mund të cilësohet në këtë pikë të hetimeve? Është atentat politik apo ka çështje të tjera të pistave që janë duke i hetuar autoritetet? Janë 2 pista të cilat po hetohet, por për çështjen e motiveve, paraprakisht prokuroria publike doli me qëndrimin se indicjet nuk janë që të çojnë deri tek qëllimet politike apo revanshizmi politik, për shkak se po zhvillohet edhe fushata parazgjedhore e zgjedhjeve lokale dhe doktori në fjalë i cili ka marrë plagë është bartësi i listës për asamblej këshilltar komunal i koalicionit AKI në komunën e Likovës, por në fakt ky motiv është një nga pistat e hetimit dhe çështja tjetër është edhe tek pjesa hetimi tjetër ka të bëjë edhe me zënkat private apo shërim hesapësh, të cilët si duket autorët e kanë pritur kohën parazgjedhore për të ngritur një amulli tek autoritetet e policisë, të cilët mund ta ndjekin në rastin. Po, a mund të jetë tash, nëse është versioni i parë, atentat politik, a dyshohet që është gara politike mes subjekteve shqiptare në Maqedoninë të Veriut, apo ka mundësi të jetë edhe